Edhe nxënësit e klasës së parë B në shkollën nëntëvjeçare Mustafa Gjestila të qytetit të Burrelit me mësuese Myrvete Vata kurorzuan me sukses përfundimin e librit të abetares. Festa e programuar për këtë event kishte mbledhur edhe prindër e gjyshër të vogëlueshve. Mësuesja Myrvete Vata falenderoi prindërit për mbështetjen e pakurrësyer gjatë kësaj periudhe të rëndësishme në rrugën e dijes së fëmijëve, si dhe i ftoi ata ta vazhdojnë gjatë gjithë rrugëtimit shkollor këtë mbështetje. Kaluam një vit duke lexuar, shkruar, dramatizuar, recituar, ndërsa sot para jush paraqesim të gjithë këto arritje, duke kënduar, kërcyer, recituar, dramatizuar dhe gjithçka çfarë kemi mësuar. Abetarja ishte hapi i parë drejt dijes. Festa dhe sukseset të tjera kemi në vazhdim. Ju uroj gëzuar festën abetare. Fëmijët e klasës së parë B festuan festën abetares duke interpretuar dhe recituar vjersha të mësuara në shkollë, por nuk munguan as kërcimet në vallet të ndryshme popullore. Gjuha jonë, sa e mirë, sa ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë. Heqën disën shkronat, gjuhën që kishte nëna, trashikon shqipona. Si rahje të zemër, si në banxhat, është gjua nënës në quran shqiptar. Sot në këtë vend, rezën e shqimet dhe lotët e gëzimit, drejtë e kjo mbërinë. Festa jonë është fëmirore, ndaj si flutur do vazhdojmë, o do këndon në këngas mu, talentet tona të tregojmë. E pranishme në këtë aktivitet, drejtoresha e shkollës nëntëvjeçare Mustafa Gjestila Burrel Shpresa Tusha vlerësoi punën e mësuese Myrvete Vatës dhe mbështetjen e prindërve. Me mësuese si Myrvete, shkollat tona ndjetojnë bukur. Ne kam kontrolluar shpesh të klasë, sepse ne po punojmë me mësimin digjital, ku nxënësit argëtohen krahas mësimit tradicional. Dhe shumë orë kemi zhvilluar edhe në klasën në Smart Lab që e kemi luks në kuptimin e kjo shyshy që e kemi. I parë në aftësitë numerike janë shumë të mirë, Myrvete që është dashur shumë punë, ashtu që i duhet gjithë mësuesve të klasës parë në fakt që ta sfidojnë realitetin, edhe të fëmijëve që pse jo na vinë të mazduar, na vinë të përkthehur, na vinë si zot shtëpisë, janë komandantë të shtëpisë ka lëmojtur. Edhe mbrëm kam postuar tek faqja e shkollës kur fëmia merr pushtetin në shtëpi. Lexojeni janë gjëra që do t'ju ndihmojnë sepse ne ndeshim me shumë tipologji që dikujt i bëhet qefi apo jo, por ne jemi të barabartë për çdo fëmijë. Ti keni me jetë, t'ju uroj, kështu siç e kanë nisur, uroj që ta bitisin deri në klasën 9 të mirë, kaq të mirë, aktiv, të bukur, me jetë sidomos, dhe që mësojnë në ritmin e palodhshëm të mësuesve vetes. Festa e plotë e vogëlueshve të klasës së parë B të shkollës nëntëvjeçare Mustafa Gjestila Burrel me mësuese Myrvete Vata do të transmetohet i plot në ditët në vijim në ekranin e Mat Televizion.